Sigal Insurance Group, kompania më e madhe e sigurimeve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, këtë vit përveç se ka ofertën siguruese më të diversifikuar në rajon, duke i shpëtuar prirjes që njihet si dominanca e siguracioneve të detyrueshme, duke e balancuar ndjeshëm dhe duke ushtrirë me shumë sukses në siguracione të jetës, të shëndetit, në pensione private, në siguracione të marinës, të pronës, të bizneseve, agrobujqësisë dhe të gjitha përgjegjësive publike dhe profesionale. Ka paguar edhe shifrën më të lartë të dëmeve në rajonin Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut. Me portofolin më të diversifikuar në rajon, duke ofruar produkte sigurimi të njëjta me tregun perëndimor, Sigal dëshmon përmes shifrave në projekt të mbylljes së vitit 2025 se është paguesja kryesore e dëmeve për sigurimet e jetës dhe jo jetës në të gjithë tregun rajonal. Procesi i kompensimit nuk është thjesht një procedurë teknike, është një mision social, një tregues i besueshmërisë, profesionalizmit dhe fuqisë së kompanive siguruese. Përmes këtij procesi, njerëzit dhe bizneset rikthehen shpejt në normalitetin financiar të periudhës së përpara dëmit. Sigal Insurance Group, si përmbushjet e kontratës me klientët e vet dhe si përgjegjësish sociale, ka paguar më shumë se 43.1 milion euro këtë vit, me mbi 40.000 përfitues konkret pagesash. Në Shqipëri, Sigal Insurance Group paguan 1 në 4 dëme totale të tregut të sigurimeve, përfshirë gjysmën e dëmeve të jetës dhe 1/4 e dëmeve të jo jetës. Në Kosovë, kompania mbulon 1 në 3 dëme të sigurimeve të jetës dhe rreth 15% të dëmeve të jo jetës në një treg ku operojnë 13 kompani. Në Maqedoninë e Veriut, Sigal Insurance Group ka paguar në total 14.2 milion euro dëme. Me këto 43.1 milion euro dëme të paguara, Sigal Insurance Group dëshmon korrektësinë, fuqinë financiare dhe qëndrimin në lartësinë e besimit të dhënë nga mijëra klient në rajon. Kompania shpreh të bindur që në vitin e ardhshëm, duke vijuar më tej me procesin e personalizimit dhe të diversifikimit të ofertës, pa u ndalur asnjëherë së paguari me të njëjtën përpikmëri dëmet në treg, do të arrijë të bëhet edhe më e arritshme për më shumë qytetarë të rajonit, me më shumë lehtësi dhe me më pak sforco financiare.